Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1859, shkencëtari britanik Charles Darwin publikoi veprën me titull Mbi origjinën e specieve, e cila do të shkaktonte debate të ashpra ndërmjet botës së shkencës dhe institucioneve fetare. Darwin i shpalosi për herë të parë në këtë libër edhe tezën e tij të njohur si teoria e evolucionit. 1906, poetit italian Giosuè Carducci i jepet çmimi Nobel për letërsi. 1914, në Itali, Benito Mussolini përjashtohet nga Partia Socialiste. 1928, në fletoren zyrtare të Republikës së Turqisë u publikua ligji për shkollat kombëtare, data 24 nëntor, në të cilën Ataturku pranoi titullin mësuesi i përgjithshëm në Turqi, festohet si dita e mësuesit që prej vitit 1981, me rastin e 100 vjetorit të lindjes së tij. 1932, në Washington, FBI përuron laboratorin e krimeve, vendosur aktualisht në bazën e korpusit të marinës në Quantico, Virginia. 1934, presidenti Gazi Mustafa Kemal mori mbiemrin Ataturk me një ligj special të miratuar në Kuvendin e Madh Popullor të Turqisë. Ligji në fjalë ndalon përdorimin e mbiemrit Ataturk nga persona të tjerë përveç Gazi Mustafa Kemalit. 1966, New York City përjeton ditën me më shumë smog në historinë e vet. 1969, Apollo 12 zbret në Oqeanin Paqësor duke përmbyllur misionin e dytë njerëzor në hënë. 1975, radioja vietnameze veriore njofton se Hanoi është zgjedhur si kryeqyteti i Vietnamit të unifikuar. 1976, një tërmet 7.2 ball goditi qytetin Van të Turqisë dhe rrethinat e tij. Në këtë fatkeqësi natyrore humbën jetën 3800 persona. 1989, terroristët e PKK-s bën masakër në fshatin Ikiaka. Ata vranë barbarisht 28 persona, shumica e të cilëve gra dhe fëmijë. 1991, vetëm një ditë pas njoftimit se ishte infektuar me SIDA, ndërron jetë në Londër këngëtari Freddie Mercury, vokalisti i grupit të njohur Queen. 2012, me 800.000 shikime, Gangnam Style bëhet videoja më e shikuar në YouTube. 2015, marrëdhënie turko-ruse u bën skenë e krizës më të madhe në historinë e kohëve të fundit. Një avion luftarak rus i tipit Su-24, i cili ishte ngritur në fluturim nga qyteti Latakia i Siris, u rrëzua nga avionët luftarak turq të tipit F-16, pasi kishte shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. 2017, terroristët e Al-Qaedës sulmuan me bomba dhe armë një xhami në qytetin Arish të Egjiptit. Në këtë sulm terrorist gjetën vdekjen 305 veta dhe u plagosën mbi 100 të tjerë.